Të akuzuarin Blerem Sinani e deklaron fajtor për veprat penale, sulmi seksual. Gjykata themelore në Ferizaj e ka dënuar me 16 vite e 6 muaj burgim Blerem Sinanin, i akuzuar për sulm seksual ndaj të mitërve. I akuzuari Blerem Sinani është gjetur fajtor për 2 dispozitiv të aktakuzës, që kanë të bëjnë me veprën penale të sulmit seksual. Të akuzuarin Blerem Sinani e deklaron fajtor për veprat penale, sulmi seksual, pra për 2 vepra penale ke modifikuar aktakuzën, do me thonë vetëm me 2 dispozitiva të aktakuzës. Fillimisht i përcakton që për veprën penale nga dispozitivi 1 aktakuzës i shqipton dënim me burgim prej 10 vitësh. Po ashtu edhe për dispozitivin 2 të aktakuzës i cakton dënim të burgim prej 10 vitësh. Te njëjti, pra i e gjykon me dënim me burgim në kohë zgjatur prej 16 viteve 6 muaj, është i bazuar në bazë të provave të cilat janë proceduar në shërbim gjyqësor. Trupi gjykues ka në përfundim se në veprimet të akuzuarit janë prezent gjitha elementet e veprës penale sulmi seksual. Si rrethana lehtësuese këtë rast trupi gjykues nuk ka arritur që diçka të veçantë për shkak të recidivismit të akuzumit, ndërsa si rrethana renduese dhe për të njëjtin ka vendime formës prerje të lëmisë njëjtë, po edhe vendime të formës prerje nga lëmia ndryshme. Blerem Sinani akuzohet nga prokuroria e Ferizajt për sulm seksual ndaj të mitërve. Sipas prokurorisë, i akuzuari Blerem Sinani në vitin 2024 dhe 2025 pranë një shkolle në Ferizaj kishte marrë të miturit dhe i kishte dërguar në një podrom duke i sulmuar seksualisht. Për këto veprime, gjykata e Ferizajt e ka dënuar me burgim unik prej 16 vite e 6 muaj. Gjyqtari i rastit gjatë leximit të dënimit tha se i akuzuari Blerem Sinani është recidivist i veprave të njëjta penale. Procesi ka zgjatur bukur shumë, ka qenë proces i ndihshëm, janë dëgjuar viktimat, kështu që tash veç sot e pam verdiktin e gjykatës, nuk na mbetet tjetër pos ta shfrytëzojmë të drejtën ligjore e që është ankesa pasi ta marrëm aktgjykimin në formë të shkruar.